Ajo që ka ndodhur e ka përsen çdo lloj imagjinate njerëzore. Fjala Helene, kyparissos, ka mbaresë mashkullore, por është emër i gjinisë femërore. Trajta e shquar që i parvendoset emrit në greqisht nuk është ho mashkullore, por është he femërore, e cila në shekullin e parë të erës sonë bëhet i. Dhe shqiptohet i kyparissos. Në këtë moment, gjuha arvanite dhe gjuha çame në Thyamis e prapavendosin formën e trajtës së shquar mbas emrit. Dhe kjo formë e trajtës së shquar i rrezon mbaresën greke os. Pra i kyparissos bëhet kyparisi. Pra gjuha arvanitase ka qenë gjatë gjithë kohës pranë gjuhës greke. Arvanitasit janë fisi i Liro-Helen Albanoj. Ndryshimet fonetike në greqisht janë kushtëzuar nga gjuha arvanitase. Gjuha greke ka problem. Si do e klasifikoj kyparisi? Në gjuhën arvanitase bëhet emër mashkullor, në gjuhën greke bëhet emër i gjinisë asnjanse. Nuk është më femëror. Gjuha arvanitase ka ndryshuar gjuhën greke. Gjuha greke moderne ka lindur për shkak të gjuhës arvanitase. Ky është zbulim kaq i jashtëzakonshëm dhe vërtetohet me fjalën ishull, nisi, i cili gjithashtu si kyparisi formohet nga forma e trajtës së shquar i nesos, i prapavendoset forma e trajtës së shquar femërore emrit nga arvanitasit dhe bëhet nisi. Në gjuhën greke, nga emri i gjinisë femërore, po ashtu si kyparisi, ndryshon në gjinin asnjanse. Edhe i kyparissos bëhet qiparisi në gjuhën arvanitase. Emri i gjinisë mashkullore. Përsëri greqishtja ka problem, si do ta klasifikoj këtë emër nga ana gramatikore dhe e bën emër asnjanës. Pra nuk është më femërore. Pra pavendosja e formës së trajtës së shquar ndodh në gjuhën arvanitase, ndodh në gjuhën rumune, arumune, maqedone dhe serbe. Ndërkohë që në gjuhën slave, kjo i parvendoset emrit, si në greqisht. Pra në të gjitha gjuhët e gadishullit ilurik, në ndikimin e gjuhës arvanitase, pra pavendoset forma e trajtës së shquar. Nuk është vetëm dukuri e greqishtes. Ndodh në çdo gjuhë të gadishullit ilurik. Çmenduri. Dhe ndodh në kulmin e lullëzimit të perandorisë bizantine, midis shekullit të parë dhe shekullit të katërt, dhe lind gjuha greke moderne. Dhe katalizatori i këtij ndryshimi është gjuha arvanitase. Janë mbi 4000 toponime arvanitase që i kanë hequr grekët, por që i kanë regjistruar. Nuk mohohet që kanë qenë arvanitasit që nga shekulli i parë dhe shekulli i katërt të erës sonë, kur ndodhen këto ndryshime. Rrëzohet perandoria romake, lullëzon akoma më shumë perandoria bizantine dhe vetë bizantinët i quajnë veten romakët e lindjes, jo grek. Nuk ekzistonte gjuha greke. Edhe një herë, gjuha greke ka lindur për shkak të gjuhës arvanitase. Vdiq greqishtja lashtë dhe u bë bashkimi i gjuhës ilyre dhe gjuhës
të lashtë greke. Nga ky bashkim lindi greqishtja moderne dhe gjuha shqipe. Pra gjuha greke vërteton datën e lindjes së gjuhës shqipe, midis shekullit të parë dhe shekullit të katërt të erës sonë. Dhe ka lindur gjuha shqipe në Greqi. Pastaj gjuha shqipe ndahet në 2 dialekte, gek dhe tosk, mbas kësaj date. Kjo është çmenduri. Gjuha greke provon që ne jemi autokton. Shqiptarët nga tmerri i ngjashmërisë së greqishtes me gjuhën arvanitese e heqin fjalën nisi, ishull, dhe sinisi, gadishull, dhe vën fjalën latine insula, ishull, për ta pastruar shqipen nga greqishtja e vjetër dhe bën një dëm shumë të madh, sepse heqin gjurmët e ndryshimeve fonetike në shqip, që ka ndodhur paralelisht edhe në shqip edhe në greqisht. Grekët nuk e kuptojnë çfarë ka ndodhur dhe imagjinojnë një fjalë që nuk ekziston, nision, për të justifikuar këtë mbaresë i. Nuk ka fjalë nision nga nesos. Thjesht është pravendosur ija e femërores mbas emrit, si në bullgarisht, në serbisht, rumanisht edhe shqip. Dhe ndodhi kjo edhe në greqisht. Grekët kanë mbetur pa mend nga ky zbulimim. Vërtetohet me fjalën kyparisi. Nuk ekziston kyparision, forma neutrale, thjesht është parvendosur kjo forma e trajtës së shquar i kyparisos, vihet mbas emrit nga arvanitasit dhe bëhet kyparisi dhe kyparisi. Bëhet forma e trajtës së shquar të emrave në shqip. Edhe nisi është emër i trajtës së shquar, ishulli, edhe kyparisi është emër i trajtës së shquar në shqip. Por kjo është mbaresë e femërores në greqisht, që ju prapavendos emrit. Edhe nisi nga nesos, i nesos, edhe kyparisi nga i kyparisos. U rrëzuan mbaresat greke, u prapavendos forma e trajtës së shquar femërore, dhe të gjithë këta emra bëhen emra asnjanës në greqisht dhe bëhen emra mashkullor në shqip. Pra unë jam i vetmi studiues në historinë e njerëzimit që e ka vënë re këtë gjë, sepse jam shqiptar. Jokli nuk ishte shqiptar. Jokli nuk dinte gjuhën çame dhe nuk dinte gjuhën arvanitase. Por as Çabej, as Topalli dhe asnjë nga gjuhëtarët më të mëdhenj shqiptar nuk dinin gjuhën arvanitase dhe nuk kanë studiuar gjuhën arbreshe. Fati im që ishte interneti, sepse edhe unë nuk do e kisha mësuar kur. Fati im që mbledh të gjitha fjalët e përdorura në filmat e arbreshëve në YouTube dhe bëj fjalorin e gjuhës arbreshe. Dhe tani po krijoj fjalorin e gjuhës çame dhe arvanitase dhe më duhet ndihma juaj e arvanitasve. Ju lutem më shkruani poshtë filmave të mi në YouTube, sepse aty janë mbledhur të gjithë filmat në një vend. Në TikTok unë i kam vënë në konto të ndryshme, në llogari të ndryshme, që të më na njohë turbo-albanët, të cilët janë pseudo-patriot. Ngjashmëria e shqipes me greqishten provon që ne jemi autokton dhe gjuha arvanitase pra ka ndikuar mbi gjuhën greke. Ka ndryshuar emrat e gjinisë femërore në emra asnjanës në greqisht dhe emrat e gjinisë mashkullore në shqip. Do ta shikojmë në filmat e tjerë, që format imagjinare të asnjanësit në greqishten e lashtë nuk ekzistojnë. Grekërve s'u ka shkuar mendja kur që janë arvanitasit ata që kanë prapavendosur formën e trajtës së shquar
të emrave femëror dhe i kanë kthyer ata në asnjanës, në greqishten e re, koine, dhe në emra mashkullor, në shqip. Pra gjuha shqipe dhe gjuha greke janë të pandashme. Po ti ndash, gjuha shqipe nuk ka logjik, se si u krijua. Pra gjuha shqipe është krijuar me elemente gramatikore të gjuhës greke. Kjo për arsyen se ilirët flisnin greqisht. Me në frymthell, të gjitha qytetet e lashta illyre në Kroaci, Serbi, Dardani, Maqedoni, Thraki, të gjitha janë emra grek. Të gjitha emrat e fiseve ilire janë emra grek. Të gjitha tekstet e gjetura në pllakat të zbuluara në varret ilire janë grek. Emrat ilir janë grek, jo shqiptar. Gjuha shqipe ka lindur nga gjuha illyre, që ishte gjuhë greke. Dhe emrat asnjanës në greqisht janë krijuar nga emra femëror. Dhe në gjuhën ilire është prapavendosur forma femërore mbas emrit. E njëjta gjë ndodhi me gjuhën serbe, që ishte një gjuhë slave, ka fituar tiparet e gjuhës arvanitase. E njëjta gjë ndodhi me gjuhën arumune, dhe atë rumune ka fituar tiparet e gjuhës arvanitase. E njëjta gjë ndodh me gjuhën bullgare dhe maqedone, ka fituar tiparet e gjuhës arvanitase. Kjo tregon që ilirët janë shtrirë në të gjitha territoret e dakëve, ku është Rumania, e serbëve, e kroatëve, e bullgarëve, e thrakëve, e maqedonëve, është folur gjuha illyre, pas ka qenë shumë e madhe se vetë Hellada. Të gjitha këto fise illyre e prapavendosin formën e trajtës së shquar Helene, mbas emrit. Kaq i madh ka qenë populli shqiptar, por ka folur helenisht. Ky është zbulimi më epokal në historinë e gjuhësisë botërore. Dhe është bërë vetëm me ndihmën e arvanitasve, që më duan shumë, kanë varur portretin e tyre pranë portretit të Skënderbeut, portretin tim. Ju falemnderit, vëllezër Arvanitas dhe Arbëresh, nga shpirti i thellë im. Kërkoj ndihmën tuaj, mirupafshim në filma të tjerë shkencor.